E jashtëzakonshme nga Kosova, Distria Krasniqi shpallet kampione e Evropës në një performancë dominante. Gjudisja nga Kosova, Distria Krasniqi ka siguruar medaljen e artë në kampionatin evropian, që përbohet në Tbilisi, ku ajo triumfon mbi 400 gjudistëve nga 46 shtete. Gjudisja pejane e nisi fuqishëm garën në kategorinë deri në 52 kg. Duke kaluar me bindje raundet e para dhe çerek finalen. Në fillim, poshti çeken Tereza Bodnarova me Vazari, ndërsa në çerek finale dominoi ndaj polakes Aleksandra Kaleta. Në gjysmë finale, Krasniqi tregoi klasë duke mposhtur italianen Odete Gjifrida dhe siguroi finalen e madhe. E finalja ishte spektakolare. Distria triumfon ndaj francezës Amandine Bouchard dhe fiton medaljen e artë. Një tjetër sukses historik për Kosovën, ndërsa Fatjona Kasapi dhe Erza Muminović u ndalën më herët në garë gjatë ditës së sotme.